Mirëmëngjesi grupi YouTube-it. Unë jam Romilda, për ju që nuk më njihni, dhe kjo është video ime e radhës. Sot kemi për të shkuar në një vend të lezetshëm dhe thash t'ju marr me vete. Ups, po mbie kjo. Buzët normalisht nuk do t'i le kaq të kuqe, se e di që nuk më shkojnë, do t'i fshi, thjesht i kam vendosur sepse të lërja të ngjyrën, se kam nga ato që i lënë thjesht të duken që janë të lyra. Jo shumë, se nga që kam Zoin, ajo më prek me duar edhe nuk dua që t'i lyej shumë. T'ju tregoj pak veshjen, flokët i kam mbajtur kështu. Mendoj se më shkojnë kështu, gjysmëbisht. Kam veshur këtë kostumin që t'jemi rahat. Është kështu mbrapa. Ua, se si më duket, kam kaq kohë se e kam këtë të vogël, prandaj po rri kështu si strukur. Kam kaq kohë që nuk kisha veshur pantallona të shkurtra. Se di, se si më duket, ndjem çuditshëm. Nga këmbët nuk e di akoma se çfarë do vesh. Do ta shikojmë. Atleta ose ndonjë pal shapka, me qenë se kemi kohë të mirë edhe se na ngelen atletet veshur. Edhe pse unë atlete mbaj, më pëlqejnë më shumë atlete, po ta ndryshojmë pak. Edhe kjo është veshja. Edhe Zoin pak a shumë i kam vesh një fustan kështu, që është i bardh ai me viza. Po Zoi tani është në gjumë, sa të zgjohet edhe do ikim. Ky është make-upi, kam bërë pak make-up, nuk kam vendosur përveç fondatinës, i kam vendosur gjërat e tjera, sepse fondatina më kap këtej, bëhem pis, plus Zoi, si që thash, edhe nuk du që ta bëj edhe atë pis. Do ju marr me vete, si që thash, edhe qëndroni këtu me mua, se do kemi gjëra të lezetshme. Kështu mendoj unë të paktën. Mendoj se do jetë do jenë disa orë të lezetshme atje ku do shkojmë. Edhe kaq. Do mbaj këto sandalet, goca, se njëherë mund t'i kem veshur dhe shkojnë. Janë të lezetshme. Tani sa kemi dalë nga shtëpia dhe po nxitojmë sepse po vinë gocat e tjera me autobusin dhe duhet ta kapim. Por që nga shumë vap. Që nga shumë vap. Jemi te treni që varet. Në stacionin tjetër do zbresim. Erdhëm në destinacion. Do ikim te te kofshi zoologjik. Tani sa po jemi futur. Shikoni pak sa bukur që duket. Dhe është vetëm fillimi këtu, se akoma nuk kemi vazhduar ta shohim të gjithë. Por është super bukur. Oj, zo. Jemi futur te akvariumi tani. Kemi ardhur te akvariumi, shikoni. Po aty është akvariumi Kemi ardhur këtu në një restorant të ham çik patate. Kemi me pamje jeshil. Do ham ndonjë gjë sepse jemi lodhur. Pastaj do vazhdojmë prapë. Mbaruam së ngrëni dhe tani po vazhdojmë akoma të shohim për qark. Zoin sa po e zuri gjumi, gocën.
u lodh edhe prandaj. Këtu janë elefantat në fakt, por nuk janë këtu, janë aty diku poshtë. Kjo koha sikur filloi shiu çik çfarë, por prapë shkoi mirë. Tani vazhdojmë. Është bukur të vish këtu, por me këto malore që ka këtu, edhe që duhet të shtyj dhe karrocën. O zot, shumë lodhje. Shumë lodhje. Ich schwimme gerne im schwarzen Teich. Ah ja, okay. Dann gehe ich jetzt rein. هادي تو ريت تبي فاطمه مش بيتاتي معلي رينير شي لوزر Tani jemi duke u kthyer në shtëpi. Kaq ishte. Ndoshta kemi lënë shumë gjëra pa parë akoma, por u lodhëm. Edhe është ora, sa është ora më? 3 ca. 3:30, kështu që kemi që paradite këtu edhe na u lodhën dhe kalafmit. Mirëmëngjesi nga një ditë tjetër. Dje nuk kam filmuar më, sepse siç e pat isha në kopsh zoologjik edhe pastaj u lodhëm, me thënë të drejtën. Nuk isha më as nerva që të filmoja, por nuk është se bëm ndonjë gjë interesante më vonë. Erdhëm në shtëpi edhe kaq. Vajta thjesht tek marketi, bëra një 2 blerje, edhe sot kush na vjen sot, Zoi? Kush i vjen Zoi sot? Kush i vjen, moj? Sot vjen nëna me gjyshin. Me mama. U dri dielli. Sot do vinë prindrit e mi nga Franca. Jeta ime. Do vinë prindrit e mi edhe do kënaqemi. Do kënaqet Zoi. Me gjyshin e me nënën. O drita ime. Do mundohem ta filmoj atë pjesën e takimit, se gjithmonë është shumë emocional, shumë i bukur. Gjithmonë po e pata mendjen apo diçka tjetër. Më shumë për Zoin që u drit dielli, që ti mbaj si kujtim gjithmonë, edhe do mundohem që ta filmojnë. Nuk do shkojmë ne ta presim, sepse normalisht makina nuk na nxjerr të gjithëve, se është edhe vllai im, edhe nuk na nxjerr të gjithëve. Ne do t'i presim në shtëpi. Mezi po presim, të mbaroj dita, domethënë, se ata vinë pas dite vonë. Po drit dielli, edhe kështu. Sot nuk është se do bëjmë ndonjë gjë interesante, me thënë drejtën, thjesht do dal tani me Zoin. Oj, më jeta ime, do dal thjesht tani. U drit, do takojmë shoqen, do pim një kafe. Shiko, moj tip, pse hoqe sandalet? Edhe dje, me që Rafaela tek sandalja, na ka humi sandale Zoi te kopshi zoologjik. Por s'ka problem. Siç po ju tregoja, do dalim do pim një kafe, edhe kaq, s'është se do bëjmë ndonjë gjë interesante, do vim në shtëpi pastaj, do shikojmë, do bëjmë çfarë do gatuajnë ndonjë gjë për ata vinë dark, do me thënë i bie që të ham darkën, por e kam në mendje se çfarë do gatuaj. Po çka kemi mama? E kam në mendje se çfarë do gatuaj, edhe të shoh nëse do filmoj apo jo pjesën e gatimit, por që pjesën që do takojmë me Zoin, duhet ta filmoj që ta kemi kujtim, mama, kur të litesh. Me si po presim. Qika? Zoin.
Oj, bëkëllëve, Jo baba, jo. Oj, tamam. Yok, değil. Nereden yapıyorsun? Nisa çok iyi.